jeta shumë e vështirë është me punu. Ligja pagës s'ka veç, ka pas zbritje paga. Unë po them, shoh që jam që ku punon që 35-6 vjet, as 400 euro me xhep me stash. 3 vena të punë që shtim me punue para pensionit. Do të thonë që jeta shumë e shtrejt. Në 1000 euro që jeton këtu, 4-5 anëtar, unë jam 4 anëtar, 1000 euro s'm doni mujt. Çfarë po mendon për krerët e UÇK-s me cilën janë në Hagë? Po krerët ata janë pa drejtësisht, ata vendin e kanë vend vet, ju më kanë aty. Se ata s'kan bë krime, ata kanë bë luftë shlimtare me mbrojtje popullin e vet. Kështu që ata duhet sa më shpejt më liru. Më liru se kanë vend aty. Aty vendin e kanë këta serbisë, jo shlimtarët. Respekt për ta, lirim sa më shpejt. E çfarë po mendon për jetën zhvillimin në Kosovë që po bëhet tani për tani? Apo është e drejtë, apo ka papunësi? Po shure, papunësi ka shumë, normal duhet me punu ma shumë me punësu njerëz. Se ka familje që kërkon se kanë punë, pra po thon, kërkon se kanë punë, ka diko 7-8 vjet. Tani dolin thonë kena punësu, s'kan punësu, ta kërkon eç. Për me punësu dikon është mirë, me njën janë që ato ndihma që ose merë, janë ndihme për sa personit, tash kur ta kanë një më mirë jeta. Kështu që kjo është shumë keq. Domethënë do me punësu një me jetu se për me jeta shumë e vështirë është me punu. Edhe pritje paga, s'ka veç, ka pas pritje paga. Unë po them, shoh që jam që ku punon që 35-6 vjet, as 400 euro me xhep me stash. 3 vena të punë që shtim me punue para pensionit. Domethënë që s'ka rit, domethënë njerëzit detyrohen me punu shumë me punë me moni një pokë që së në bënon. Jeta shumë e shtrejt, në 1000 euro së jeton këtu, 4-5 anëtar, unë jem 4 anëtar, 1000 euro së më doni mujt. Beso që ushqimi është shumë i shtrejt, jeta e shtrejt, edhe këto rryma tash po prit më shtetu, kështu që duhet mi punësu njerëz që me pas jetë më të mirë. Kam premtu qeveria që vjen, ka pas pak riqin një 50 euro, që i thaj, i realizoj ato, tash po presmi. Apo mendon që puna në Kosovë nuk po vlerësohet atë sa po punohet? Po jo, hiç fare, more po thonë, s'ka punë, këtu punojnë njerëz më shumë, jashtarorët punojnë si morin. Thoj pak shtesë, s'ka pak shtesë. Shtunë dile punojnë, fjolla me do sektore punojnë si monitor. Policia duhet me pas ekstra. Shtunë dile për me punu jashtarorë, jo veç policia, zjarfiksat, shëndetësia, pra po thonë, këta janë katastrofë, këta janë kyçe. Domethënë policia, FSK-ja, zjarfiksat, edhe kjo shëndetësia që është po, ta do. Edhe arsimi do, pa arsimi do të me prit pak se ata tepër shumë po lypin. Ka, se janë veç ata 1-2 arsimi den greva na. Jo valla, ta bile kanë marrë pak. Kono kupimi ta i ka marrë sot këto i ka dhënë. Ajo qeveria përkohshme, e bukush i ka dhënë pak. A çta çdo, po ne presi pak, vjen koha e këtyre që me bëjt modhe arsimi der thot bish pak në me u bajat. Qysh, Gjonci s'din kur gjeq, dividuze apo që thënë, pse mësoni more Gjonci mos të rrugëve, ta në greva Gjonci të rrugëve. Apo mendon që ka humbë pak edukimi i nxënësve, i studentëve në kohën e sotme? Nuk është si më herët. Po ja, po para unë e di, por para mësuesat kanë rrej, unë kam jetuar shumë në atë kohë. Na kanë rrej, na kanë kvutë në rrej, që mësojmë valishme. Sot prindi jep liri, ha gjolja kush ta kam shue, unë e vi e kërson mësuesën arsimtare, jo more. Ai asnjë mësues, asnjë arsimtar, asnjë mësimdhan nuk ke sulmon zonsim pa nevojë. Ai shumë mirë që jep, mos fort, mos bane. Jo ai milon liri, hajde djalë jep kush ka rrej. S'bën ashtu. A mund të më qenë kjo pjesë e denigrimit të nxënësave edhe kur po mbajnë greva profesorët edhe po e marrin të keqen negativ. Po përse do po thonë ne, shohin arsimtarët nëpër lokale, greva lokale marrin pok, tash ka marr pok vjeta morën ty ne. Aty është sudumi don po se e ka bojkotuar mësimin. Ti mos me shkum punë një 2 tjera vene, ti nalin me ditët. Ti nalin, këta kanë marrë rroga, apet ti morën. Edhe apet dalin e thënë grevë, s'ka grevë me punu. Kur punojnë zonësi, jo pista e më gjera. Qajo që është pi, gjera e më në pista. Për fund, të regona nëse e keni pas një rast në kohën e juve, shkollimin e juve atëherë, që shka funksionuar arsimi në kohën e juve, masi veç e keni ditë le të themi tutën pak. Qërë të ashtë të unë po thomë, në shkollën fillore të mesme më kryjnë Shkup, mashtërmi, pasi që jemi me të Shkup, aty shumë kanë, në madhe që edhe këto, normal, tu jemi frigu shumë, na kur ishmi në nërë mësimit, në fillore po mendoj, jemi të meru, anë më mësus, pit po dhe kohët aty. Ata na kanë re, jo me na re kështu, na mëshën ka shpu me na dzejt, që thoshin, e kom pas një shkollë, po më dhe klasën e 8, na fërkoj këto na mëshëjke, na dirë të drosa, na zdeshmi ka po vjen shpulla, kur se are këto, që ato më kujtohet që na ka re, na ka po, ma mirë, po ma mirë shko mi ngu ata, se sot mi shko ma desho, ma shkollu, unë nuk kërë shkollën fillore të mesme, bodë, po më shko mujë, ma shumë fakultet, se ato për stata dhe du me nda prej.
Faleminderit shumë. Përshëndetje, a mund të më tregu çfarë mendimi ki për rinin sot, është njëjtë sikur kohët e kaluara? Po, kam ndryshu pak përpara për shkakun mas ka pas telefona ma jën marrë me sport, me dolena tjera, mas kanë këta telefona gatë. Apo mendon që teknologjia e ka e prish rinin? E prish shumë, e prish. Edhe telefona tanë ditën telefon, nuk punojnë më marrë me në aktivitet sportiv, me punu në sen. Apo mendon Pak edhe fajet e shteti është që se ka bo obligimin ushtarak. Obligimin ushtarak? Po. Është dalë tash obligimi ushtarak? Po, para. Ajo është me dëshirë, nëse do në shkojnë. Po, jo, obligim detyrim. Me bo si të A me bo? Si të kryen shkollën e mesme, 5-6 muaj apo 1 vjet. Apo mendon që i shkon mirë nëse kjo rini i shku? Po, më shku shtri, po. Ishin bo njerës. Në kohën e juaj që ka qenë patjetër me shku në ushtri, apo mendon që u kon ma ndryshe, edhe për respekt edhe për gjithçka? Atëri kanë qu pak edhe me dhunë, se që ashtu dikush ka pas... U kon patjetër në atë kohë. Mi po, tash ajo kohë ka kalu, ajo tash i në rëthana A mendon që të duhet me këthy pak kohën e të paktën që saj ushtrisë? Jo, nuk banë më këthy, po qyshe kanë shtete tjera, për shembull, edhe në Skandinavi, në Sloveni, për shembull, dhe shtete kanë 5-6 muaj si të kënë shkollën mes, me muaj këpij telefona, për senet këshia që po ndodhin ditë për ditë, mu marrë me aktivitete sportive, po për fat keq që 25 vjet nuk i kena as 2 stadionat futbollit kështu. Edhe e tash në këto zgjedhje kush më mendon që ka me fitu? Për këto zgjedhje valla një do të më menu shumë për mes se ma u bo bajat. Edhe ata, edhe këta, ma dëshish me inatin, me mashtime. Sipas teje kush është të punu mirë? Sipas teje kush është të punu mirë? Sipas me kush është të punu mirë, po kur kanë qenë partitë shtetformuese pak kanë shku ma mirë. Nashta E kryeministrit apo të pëlqejnë? Po edhe pëlqejnë edhe s'm pëlqejnë, ma shumë jolla, ma shumë dyqysh studis. Cila ka qenë qeveria ma perfekte që të ka pëlqyer ty mas shumë? Tash dole pak pej temeve, pej rinis dole në teme tjera, ma nuk i dim ata, i dim të analistat politikve që... E ti si qytetar? Rinia do të me ek pak telefonin, më marrë me senet mira, më bo obligimi ushtarak, 5-6 muj, 4 muj, ka ushqim, del diçka për mëngjes e për drejt, kryesora ushtria i bën njerë, i largon pej drogës, pej marihuanës, pej telefona, të nditën telefon nuk rrihet, do të me nejtë me këshyna i loj, na i film. A mendon që është fajtor edhe pak prindi që fëmija vazhdimisht rrin telefon? Po nuk është fajtor, se nashtat edhe teknologjia o është qashtu tash, atë këtë punë po kryen me telefon, jo gazetaria, jo për shembull ndodh ndaj diçka edhe veç edhe shumë telefon nuk kanë shumë nëse edhe ne këshyre telefonin ndaj këngë, ndaj sen, ndaj lajm sportiv, po e heki këshyrin ai televizor ma mirë është. A dhe që kjo është. E cila ishkon këshilla jote që ja kësha jep rinis sot? Mu e pe telefona më marrë me aktivitete sportive, me do natyrë, minimu prindve, me gjithë me i punë me punu, mu e pe telefona. Të ka dhe të TikTok diçka që i kanë qitë atin që ta shti. Mu e kësa ma shumë. E cili është mendimi jëtë në përshkolla, se tash po e ndrej pak... Në përshkolla me e krejt, mu koncentruve që në përshkolla që nuk po i lejojnë vajzat me shami? Me shami? Ato pra, ato si ti, ata janë ma ata që vendosin kush me shami. Po sipas teja duhet me u përjashtu një vajzë me shami? Jo, nuk pënkon kërgjë. Nuk pënkon. Nuk pënkon kërgjë. Të e pas parasysh rastin pej që është përjashtu vajza me shami? Po, nuk pënkon kërgjë. Me shami e lutë që ashtu... Faleminderit shumë që ndave kohën ime. Kalofsh mirë.